tani kemi ndruar lokacion, jemi në një prej qendrave më të mëdha të votimit, njëkohësisht në shkollën e mesme të lartë Isa Boletini dhe pranë vetes ka menaxherin kryesor të kësaj qendre, njëherësh edhe drejtori i kësaj shkolle, zoti Bedre Mustafa. I nderuar, faleminderit shumë për katishmërinë dhe a mund na tregoni më saktësisht deri në këto momente që po flasim, si ka shkuar rrjedha e procesit zgjedhor? Përshëndetje për të gjithë, kështu që sa i përket rrjedhës së qendrës së votimit, ku na jemi menaxher, kështu që gjithçka ka shkuar në rregull. Njëkohësisht ekipet të cilin përcaktuar nga KQZ-ja dhe njëkohësisht nga partitë përkatëse, kështu që gjithçka ka shkuar në rregull, janë kam prezent dhe gjitha qendrat janë hap, pikat e votimit janë hap me kohë në ora 7 dhe njëkohësisht ka filluar një fluks i zbet, po megjithatë është shkuar në rritje sipër, kështu që kanë arritur të gjitha materialet brenda fatit kohor? Po, të gjitha kanë arritur me kohë dhe kështu që gjithçka ka shkuar në rregull deri tash. Për juve si kryemenaxher, cilat kanë qenë sfida gjatë përgatitjes për këtë ditë? Megjithatë sfidat janë pasi që gjithçka mund ndodh në çdo moment, po megjithatë të gjitha kanë rridhur mirë dhe ashtusi është planifikuar. Pra, me një fjalë janë bërë gjitha përgatitjet e nevojshme për këtë ditë të votimit. Po mund na tregoni më saktësisht për këtë qendër të votimit, sa është numri votuesve, sa gjithsej vend votime ka kjo qendër? I kemi 7 vend votime dhe njëkohësisht kemi 6424 persona që kanë më votuar këtu. Këto janë disa prej statistikave që i kemi për momentin. Nëse krahasojmë me vitin e kaluar, ka rënje apo ngritje të numrit të votuesve? Në këtë qendër ka rënje, pasi që kjo ka qenë qendra kryesore në të kaluarmen dhe tani qendra kryesore ka kaluar në një shkollë tjetër ose në një qendër votimi tjetër. Po deri në këto momente që po flasim, cilat janë pritshmëritë e juaja? Do përmbushet numri i cili është i cekur për shkollën tuaj? Po, besoj që po. Kështu që e dim që është vikend dhe kështu që zakonisht e shfrytëzojnë pushimin, po njëkohësisht tash prej orës 11 veç shtohet fluksi dhe kështu që do të rritet besoj. Edhe kështu që interesimi është shumë i madh. Shumë i lartë. Po edhe për fund një pyetje se nëse ndonjëri prej votuesve ka hasur në ndonjë parregullsi, në ndonjë qofta apo ndryshim të vend votimit, në mos kuptuarjen e fletës së votimit? Dim që KQZ-ja ka marrë iniciativë të hershme për informimin e votuesve dhe njëkohësisht të kemi edhe tavolinën ndihmëse për çdo votues që ka probleme ose njëkohësisht nuk e zan vend votimin, kështu që është asistimi i tyre. Kështu që nuk kemi pas asnjë problem deri tani. Kështu thua se nuk do kenë nevojë për asistent, ata cilët nuk janë në gjendje për votuar të vetëm? Me sa di, vetëm nëse ka raport të mjekut për asistim, të kundërt të njo. Unë të falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi që këta minuta i ndam bashkë me shikuesit e televizionit të vënie, edhe për ju shikues të televizionit shihemi bashkë në lidhje të tjera të drejtë për drejta nga qendrat të tjera të votimit.